Big Brotheri që ndodh brenda 4 mureve të shtëpisë. Pa akuzuar njëri për jetën që bën jashtë. Gerti duhet më dëgjosh. Gerti duhet më dëgjosh. Pa e ofenduar dëgjoj, unë nuk kam mbaruar mendimin tim akoma. Po ndërsa më dëgjohet fjala ime, ti s'ke për ta kaluar këtë temë. Me bahile. E dyta për të stopuar sa akuzuari për mënyrën se si të tjerë jetojnë jashtë shtëpie, për t'i ofenduar në profesion, për t'i ofenduar për mënyrën se si duhet. Për botokse dhe gjërat, më the të thash. Dhe Gerti çfarë bëri? Gerti fjalën e parë e tregoi veten sa i dobët është, duke u betuar në me një betim shumë të rëndë. Dobësia ajo nuk është skenari. Nëse është skenari, nëse mbaj përgjegjësitë tua. Mos akuzon dikë tjetër, nëse është skenari, si mban përgjegjësitë tua? Ti që je me shkodrën, po ashtu bën bene më. Po atë pse akuzon dikë tjetër? Pse akuzon dikë tjetër? Pse akuzon dikë tjetër? Në këtë rast mua. Po ti a kishe bë pra? Ti ke prish mua marrë dhe familjen. Cili më? E para njëherë ti një manipulues. Po kam informacion nga jashtë më që ti se din botë. Se çka kanë ndodhur jashtë. Okej. E para njëherë. S'mund për me thënë tu kështu ka ba filani. E para njëherë. A kuptove më? E para njëherë. Ti je manipulues i tmerrshëm. Manipulues. Sepse kur thua dikujt ti je prishës së familjesh, njerëzit nuk prishin familjen nëse unë të detyroj që ti të betohesh për të treguar i sinqert. Nëse ti thua dikujt, po me pas mirë një grup super xheloze për shembull. Çfarë pretendon që tu bën mirë? Nëse ti thua dikujt që ti po duros, unë s'kam marrë mendimin tim, kur marrë mendimin tim do jetë koha jote. Kur ti thua dikujt, Gerti, do të jetë për veten tënde. Se ti s'do më kriju familje. Gerti, kur ti thua dikujt, ti je prishës familjesh, në këtë shoqëri ku ne jetojmë, ka vetëm një kuptim. Nuk ka kuptim që ty të detyroj dikush për të betuar në kokë të djalit, që ajo dikushi nuk e din që ti aty jashtë ke premtuar gruas tënde që unë do betohem në kokë djalit. Nuk dëgjon. Atëherë pse më akuzon mua që ti je prishë familjes se ti më ke detyruar?